Viti 2026 na rikthem prapë bashkë në podcastin në rrjetë bashkë me mua Reze Këqikun dhe kësa here kam nderin që ta kem mysafir gjyqtarin e minor Xhelal Mumini. Xheki, faleminderit shumë që ke pranuar ftesën e faleminderit për kohën. Faleminderit ty për ftesën, faleminderit që më ke ftuar në podcast, një podcast i shikum, cilën e kam përcjellë edhe vet, edhe është nder kënaqësi më kon. Faleminderit Xheki shumë për këtë fjalë. Xheki, çu nisi viti 2026 me se jemi në fillim, çu kalove për festat e fundvitit? Mas por edhe juve ja uroj gjitha festat e fundvitit. Po okej, viti 2026 filloi shumë shpejt, nuk patëm pauzë, se kishëm klinikën, seminarin, testimet, edhe liga ku janë bërë ndryshime në skuadra dhe duhet me qenë domethënë nivel cilat edhe është edhe i kalum në testime. Qysh po shkon janari, se diçka janari më duket kështu si muj pak më i gjatë, po këtë vit nuk është keq. Jo, nuk është keq, për arsye se domethënë miner fillum me ndeshjet e kupës, ndeshjet e vikendit, kishim domethënë edhe çajo klinika e cila u informuam, kishim edhe me trener ku na ka mungu kjo, edhe kena pas shumë mirë se trener, gjyqtar domethënë ato cilat na vyn neve na kanë mungu një kohë gjatë. Sot e ke kalu bip testin, urime, para se me fillu te pjesa tjetër. Faleminderit. Po, apo ndikon kjo apo ndikon kjo tempo ndeshje mes javë fundjavë në mundësinë mu përgatit, apo po është okay, nuk është të lashë për një gjyqtar të përgatitur në kjo pjesë? Tash unë më lidh me këto dytën që tash me folë edhe për gjyqtar si të në pregadit cilën e shti edhe vetën, realisht nuk është edhe shumë se ti e vetën pregaditje, po fakt që duhet me pas një rikuperim ku ditë se mes javë vikend, edhe ushtrimet tona cila duhet është mu bugati, duhet me qenë pak balancume, nuk ka pas të e fa probleme. Gjeki, qysh ka fillu karriera jote si gjyqtar? Ditë e para të karrierës tonë dhe me sa di, nuk është që ke pas një karrierë aktive si basketbolist, e më bo gjyqtar kaq eminent, lojtë e para, që kujton kur kthesh në bazë dhe kujton kohën në fillimet tua? Viti 2003-2004 sezona, një ftesë, një thirrje pe ndjerit atërshëm, kryetarit Federatës Basketbollit Belul Beqajt ndjerit, cilën e faleminderoj se sot jam ku jam. Edhe veç si me tonë sot, Xhelal apo bosh dentist, që në një profesion se kom kur, hajde mu bo refer. Kjo ka qenë, mirë po, bajgis fiduse, mirë po, mbi gjitha ka qenë interesimi edhe disiplina e madhe për me mësu, edhe mbështetja e njerëzës cilët më kanë dhënë domethënë ato trenerat, klubet cilët më kanë hop derën me bo stërvitjet e ta, çak edhe mja u pris stërvitjet me gabimet mia, kush desha edhe me referu, jom ku jom sot. Domethënë viti 2003-2004 ka qenë sezona, 2007 ka qenë ndeshja parë Super League, trema, ku muj me thonë ashta një qerek e gjys nuk i kom shumë pipet eq. Një qerek e gjys, atë ndodh tash me bot një të nxorë? Jo, tash është problem. Tash është problem. Krahas asaj ti edhe ndër gjyqtarët e parë, i cili edhe i licencu prej FIBA-s, tregon pak për këtë depërtimin, e përmend disiplinën, duke i largu modestin se s'pe përmend ti, po ne e di sa i disiplinuar dhe mënyra që ti shkon çdo ditë në fitness edhe kujdesin në ushqim edhe krejt ato për me mbri këtu ku je, tregon pak për depërtimin tënd tash në arenën ndërkombëtare. Licencimi prej FIBA-s, po mendoj atëherë procedurat kanë qenë shumë ndryshe se sot. Absolut, domethënë ishte mas pari kam filluar me një klinik cilën kemi qenë vendos në merat viti 2015, ku në atë kohë kemi pas edhe bip testin që sot e patëm me kalu mas pari, ajo ka qenë fundamental është njohja gjuhës angleze, njohja rregullave të basketbollit, edhe ndeshjet që me thonë nga instruktori tash që është që 10 vite është shefi departamentit referve Davor Inakis, ku ishte prezent vetë këtu, edhe filloi, ishte rrugtim i vështirë. Arsye pse me thonë i vështirë se Kosova në atë kohë ka qenë pranuar në FIBA. Edhe mas pari i shkonduf klubet mu pranuar në FIBA, apo në Komiteti Olimpik ndërkombëtar e klubet, manej refert. Mirë po viti 2015, 2016, dhe të viti 2017, nga Federata Basketbollit e atërshme, janë dhonë disa emna ku une kum djetë si konkurencë, duhet më konë real. Nuk do me thonë që deri në atë kohë kam qenë gjyqtar Xhelal Mumini, mirë po mi kanë dhonë edhe një 5 emna për mas, cilë kanë luftu me orë në pozitën ku jam. Edhe gjithë kemi zbrit në 2 emna të atërshëm, tani u fut edhe një, që ishte tash Xhelal Mumini, Daut Mehmeti edhe Dardan Maxhuni. Licencimi ka qenë domethënë i suksesshëm në vitin 2017. Qysh të bën mundi me qenë ndër të partë e asaj, a jeni licencu tret, edhe ti dhe 2 kolegët e tu?
Po, të tret jemi licencu, e ka qenë koha 2017 në Zagreb. Fakt është një përgjithësi. Nuk do me thonë që është fakt është privilegj, por është përgjithësi se ti, tash kur vjen në prej çdo, na i thojna klinik këtij seminare, në prej çdo klinika që vjen, ti duhesh me informu komunitetin e basketbollit të asoj kohe, sepse tash e ki shumë akollaj mu informu të asoj kohe, edhe ka qenë barë, sepse në atë kohë deshet janë gjyku derbin ashta vetëm për këtyne 3 emnave. Edhe konë rreziki shumë i madh i denimit të gjyqtarëve. Ti i shkondu me moj tempon, sepse mrapa e ki pas një pesh, një licencë të FIBA-s, që është duhet me apliku rregullat e basketbollit në formën më të mirë të mundshme. Gjeke, shumë finale të kam besu me referu si gjyqtar kryesor, besa si gjyqtar bashkë me atë kryesor, këtë ka bu me qenë kushtimisht edhe njerin ju më dëshirum në për sala. Jemi të shmitar të asaj që shpesh herë e gjithë sala është në ofendime ndaj gjyqtarve, po më do këtë ma shumë të qajnë ty. Po. Pse? Po, tash, edhe e menoj shatuar për emision, se dikush edhe me ty kur bisedum që këmon në emision, a ki këto, para se me hit të këtë detaj, kur e kom vendos mu bore fer, unë e kom di që kjo ka me ndodhë. Sepse dhe në atë kohë, kolegët e mi të asoj kohë gjenerata vjetër, që cilë mos t'i him borgjmi për men e emna, kam pos këtë problem. E tash e so vite për kur nominom si gjyqtari pare, gjyqtar ndërkombëtare që a di në përndeshet të rëndësishme, është ajo që ti dush me marrë vendimin. Edhe vendimet duhet mu zbatun nga prej Federatës Basketbollit cilët janë tek ne, mirë po opinioni apo basketball desit, apo tifost, ato nashta dhe nuk i kuptojnë edhe arsyeja e ofendime, apo kritikave, qendër vëmendje si kur ti e merr vendimin, të cilin është me rregulla edhe çon pesh një sallë krejt. Jemi të shmitar që shpesh herë ke qu sallën pesh. Me apo pa fajin tënd. Sa ndikon që ky presion, se në një farë formë është edhe presion. Dhe krahas publikës shpesh herë kemi pa që dhe zyrtarët e klubeve protestojnë ndaj vendimeve tua dhe të kolegëve tu. Po sa ndikon kjo pastaj në performancën tënde? Apo për ty është mendimi ati, po ti vazhdon me pas performancën sipas kritereve dhe propozicioneve? Realisht ashtu është. Shikon, fillime kanë ndiku, sepse përvoja bën vetën. Me përvoj, me sfida cilat i kum kalu deso ku jo morë mu bo gjyqtari por, ajo ka qenë sfid, se ka ndiku në automatikisht të ki thonë që wow, nuk bona diçka mirë. U stopu referimin që atë moment pre onës tem, mirë po tash, vendimet cilat i merë, nuk janë të mira, sepse vinë penalizimet me pare, vinë penalizimet me pashikueshmërit në ndeshjeve, këto e din, po komunikimi me i sotshëm, me të krahasu me atëshëm është shumë më i mirë, sepse njerëz cilët janë edhe në për klube, sot e ki ma kollaj me komuniku edhe me o spjegu ato të cilën ti e ki menu u vendos edhe i kanë. Fakto që ti i del në qendër vëmendjes, sepse sot social media, Facebook, Instagrami është ai... Prejet klipi, plasohet, shikoni çfarë bëri gjyqtari Xhelal Mumini. Mirë, po rregulloret edhe basketbollit to ki ndryshe. Ti referon, besoj për ata që e njohin basketbollin, ne dim që publiku, themi drejtën është janë sportdashës edhe ata shkojnë me përkrah skuadrën e vet. Po nëse e marrim një analizë përgjithshme, shpesh herë na ndodh që ekipa e tyne me bo ma shumë gabime, pse sa një vendimi një gjyqtarit. Sa pajtohesh me këtë pjesë? A ndodh që ti me thirr vesh një faull gabim, çapo di ose një top me vendos për ekipën kundërshtar, edhe ekipa e ka një 20 topa të hop njëtën loj. Ty vesh e the përgjigjen, po s'po duhet dhe me shfaqsu, pa e shfaqsu anën e arbitras ose gjyqtarëve, sepse edhe na kem gabime, po unë deri tash e di që nuk kena pas ndonjë farë gabimi ku gjyqtari ka vendosur ndeshjen. Kjo është e kryme. Si gjyqtar, të cilën ti vendimin e merr, unë vendimet i marr për ata njerëz që i njohin rregullat e basketbollit. Sado pak që mund më kon. Tash, tifozët janë ata që i dojnë ekipën. Ajo botërisht të ditë që gjyqtarët nuk kanë tifoz vetë. Interesant i shkon edhe ju me pas një pjesë. Na nuk kena tifoz. Tifoz tonë janë, domethënë, Federata Basketbollit, cilët në atë aspekt e mbron ligjin edhe faktet e non gjyqtarin kur bojna gabim. Tash, çfarë du me thonë? Nëse një vendim mirët, edhe ti pa dëshirueshëm për këto sene tjera, automatikisht vjen edhe dënimi i tifozëve ose tjera. Unë
kam mundësi me referu, unë thash të maret, për atë komunitet të basketbollit, cilët i njojnë rregullat e basketbollit. Nuk jena pa gabu shumë. Fakti është që na bojmë gabime. Mirë po, ta tregova një sen. Shumë thjesht po shkoj. Jeta jeme, 6 mëngjes gjimi, 6:30 fitness, arritja në zyre 9, pregaditje për lojë, edhe tash loja fillon. I ki, për shembull, ekipa 5 topa tumbura, gjytje të lirë tumbura, trenere bën lojtarin e gabum, shikus të ati ekipet nuk reagojnë. Një aut, një vendimi joti, automatikisht bjen, do me thonë, një vendimi joti është që i ki këtë solën të ndërteje. Kur kush nuk e këshyre ekipa që ka po. Da i thojnë atë gjaketat e zeza, 3 gjyqtarë. Cili është vendimi më i vështirë që e ke marrë si refer? Okay. Ka ndodhë ndër vite me marrë shumë vendime, po cilin e konsideron si vendimin më të vështirë që e ke marrë? Është vendime. Vendim, apo vendime, fakt është zbrazja palestrës, apo edhe pezullimi ndeshjes, nëse ka ndodhë. Të sharomi për publikon, kur një gjyqtar e zbraz palestrën ose e ndalon lojën, nuk është që e bën për interesin e vetë, por për çka bëhet kjo? Është sipas rregullore, domethënë normative të Federatës Basketbollit, propozicionet të garave dhe rregullave të basketbollit. Ajo është që një vendim marrin, domethënë është i votuar nga bordi i federatës, cilë informomin e se gjyqtar, informon edhe klube. Mirë po, shikus të tjerë nuk e din ato, dhe unë thashtë më herët, ne gjykojmë ndeshje për ata cilët janë edhe i din rregullat. Për fatin e keq, me qenë se jemi këtu ende të jeta jote si gjyqtar, për fatin e keq ju keni qenë pjesë edhe sulmeve fizike në palestra sportive, pamje jashtëzakonisht padëshirueshme dhe pamje cilat veç nuk e tregojnë vlerën e sportit. Besoj që pajtohesh me mua që basketbolli, sporti në përgjithësi, nuk është vend i dhunës, por është mesazh për bashkim, sepse sidomos te basketbolli është lojë ekipore dhe duhet të bashkohemi. Po, normal, ajo është, po na vina për një regionit Balkan. Më thonë, mëna me dalu për asoj Evropës. Arsyeja se në Balkan i ki ma zjartë. Edhe në shumicën e palestrave nuk i nështë edhe shikus. Që i thojnë ana, ultras. Edhe janë ma zjartë. Mande edhe ato fillojnë, edhe ajo që të seket i marët, normal që ka qenë nështë gjë e hidhur, e keqe për mu, komunitetin e basketbollit, kolegët e mi, realiste për familjen teme, nuk është kollaj. Mu po ato skena, mirë po, unë menoj që kena përqu një mesazh dhe ka ndryshu senet, sepse ajo nuk duhet më ndodhë. Në ashta dhe dikun i shkon duft më ndodhë ajo, ka ndodhë te unë e te gjyqtar tjerë, mirë po ajo ka qenë një luft që ti mi tregu rregullat, vlerat, edhe vjen dhe i te ajo. Mirë po ta shëtutje nuk ka ndodhë ato sene. është vështirë, po ka qenë sfiduse edhe eksperiencë. Nashta jo e mirë. Jo e mirë, por mbi gjitha eksperiencë për cilën besoj që të kanë ndihmu edhe në zhvillimin tënd dhe ndërtimin e karakterit tënd. Fakt. Gjeki, kur kthehesh pas në karrierë, edhe shikon nga ndeshja e parë kur ke gjykuar te kategoritë e reja e deri më sot, cila është ndeshja më e rëndësishme e cila e ke gjykuar? Qoftë vendore apo edhe ndërkombëtare? Jo, muj me të cek edhe vendore, një, që e marrë shembull, muj me të cek edhe ndërkombëtare. Po, bon edhe kështu. Okej, ajo ka qenë debutimi jem për Kupën e Kosovës vitin 2011, Mitrovic, finale, Trepça Prishtina, ku edhe fatkeqësisht në atë kohë ka ndodhur ajo thyrja Kupës. E Kupës, po. Një event, edhe ajo ka qenë ndeshja më e rëndësishme karrierën tem, jo për faktin që ka ndodhur ajo, mirë po kom referu në presionin më të madh të tifozërisë të asoj kohë ku dihet plisa, torcida e tjera të krijohen. Në atë kohë kanë udhëtu 2 tifozërit. Po. Kjo e ka rritë edhe më shumë nivelin e presionit. Edhe ndeshja ndërkombëtare, normal nuk kisha pas qef me mbar fillimin e ndeshjes Sport FIBA, po jo, po kam qef me thonë se për mua është ajo ku e kom referu Final Four, ose Final 16 që i ka që ma ka besu në atë kohë në Kajseri ka ndodhë, ku top 16 të ekipeve dhe FIBA ma ka besu ndeshjen kryesore, sepse është mbajtur në Turqi, edhe në atë moment kanë luajtur ka rastis me 2 ekipe turke në mes veti, edhe u zhdit rivaliteti tyne, edhe na kanë delegu si me tonë nga Ballkani, njëne për tyne kam qenone, ku ndeshja ka përfundu me bazër.
me bazër i bjen në shtatin gjuhën shqipe me sinjal të 24 semaforit. Ku vlerësimi edhe nga instruktori që ka dhe instruktori jo nacional, fatun kur shumë li vlerësimi nacional ka qenë i mirë. Gëzohem shumë për krejt sukseset tua, tu të njoh nga afër, Gjeki nuk është ai Gjeku serioz në parket. Jashtë asaj ti je shumë person funny. Kom qef. Je. Kom qef po. Gjeki për me relaksu pak muhabetin. Jam shumë kurioze me ditë çka bisedoni me treshën e gjyqtarëve kur thirrët një time out ose diçka. Jeni 3 refere dhe bëheni bashkë në mes sallës, diçka është 1 minutë, 2 minuta, apo ajo biseda, çka ndodh çato? Unë e marr një shembull nashta pak ma funny, se ato time diçka out funny na duhet, nashta nashta nuk është natyra e emisionit, se diçka ma strikte. Ka qenë në një palestër full shikues, edhe më ka lajmëru gjyqtari, domethënë kolega jam tash ish kolega jam Visar Bunjoku, është qel, nuk ka flok. Edhe më ka lajmëru. Nëse njojnë edhe Visarin. Po probleme, më ka lajmëru mu qëre Gjelal, ka thonë unë sot çka duhet që të referoj, 1 ose 2 thirrjen e parë që kam e bo, jam i sigurt që ty kanë me ta thirrë emrin në tribinë. Ty kanë me qa? Po. Besom, edhe të betohem që ndeshja ka fillu, thirrja parë ka shku qysh ka shku, thirrja parë e ti ka qenë po një out, po në jashtë asnjë zone që më kon afër, thirrja ka qenë shumë larg, krejt salla. Thirrë Visari Shau Gjelali. Absolut. Në time-outin, mas asoj në time-outin e parë, domethënë ndërprerjen e parë jena ataku dhe jena shku kështu, ataku mbotha prej lojës, prej shtëpisë. Që kur thirrë diçka, mu s'ka më msho, po dhoni thash, unë nuk e di qa. Thirrja dytë që ka ndodhur. Prap në time-out edhe i thash, Visar, unë nuk vesh nëse s'po me kuptu. Ti e qel, unë e kom flok. Ti e kem në Visar, unë e kom Gjelal. Kurqysh nuk jeni Unë e jam poshtë ti po referat jenalt. Kërkas është me mu. E që ka qenë time-out i ma, edhe në diçka në ato momente ku një është intensiteti nalt, i presioni që është mirë dhe na ka herë si gjyqtar me qesh, nuk është gjithmonë presion më fond. Është mirë pak me relaksu edhe vetën në ato momente, kështu që publiku mirë me i dallu Visarin, Gjelalin, Artanin, Eldinin, secilin. Mos më shohësh Gjekin. Unë vendimet cilat janë marrë më herët. E kam prunë ashta Gjelalin deri këtu. Gjelali ka shpras, Gjelali ka disfalifiku, Gjelali ka po mirë, po fatmirësisht edhe i faleminderona që alo sot me që ata e disfalifiku lojtare sot e kena relacione shumë mirë. Kena me fulli edhe për këtë pjesë se çfarë raporti mban me ish basketbollist dhe me basketbollist aktiv. Po para se me kalu atje, ti e ke edhe një histori tjetër shumë interesante. Në finalen Peja Trepça 2022. A është viti sakt 2022. Edhe merr lajmin që ki mu bo bab. Po tregom çka ka ndodhur në ndeshje, po para se me na tregu çka ka ndodhur në ndeshje, tregona çka ka ndodhur në drek. Pra për Visarin nëse nuk gaboj. Fakt, bravo. E ishim të nominume, edhe para se marrë nominimi, në ato momente që shetsek edhe te, unë e preqan edhe mu bo bab, po jo zyrtarisht. Se zyrtarisht u duke me prit, tash bashurtën tem, ose grunë tem, çfa bashur, grunë tem më tregu. M'val shpreje gruna. Ato e kom cekte te. Ishëm në hotel, të vendosën, do më thonë edhe tu hongër mëngjes, me në moment që vjen edhe më të regon që adin gjithçka është në regull, po bona prind gëzimi on fire. Tash muj me cikë edhe emrin, Dardan Majuni, kolega për qaf, në nominimin e këshu marë. Une, Dardan Majuni, Visar Bunjoku, gjysëm finalen Trepça Peja. I bike finale, para finale se e loj. Do më thonë vetë në pesha e lojës, qështu i kishë roshoti që realisht e kom për finale, po i ro gjysëm finale. Gjysë finale. Isha e nominum, edhe gëzimi ajo, gjitha adi urime, i Visarin e kisha ngat edhe i filloj me hongër shumë shpejt. Ushqimin, po që po gutës, ku i nisë? Që po, a kina me referu bashkë, pëse thasha bashku në ti jem, ha? Tha po, tha letha se ti sot je najrë, jo thash, po unë se dita që jena bashkë. Okej, në regull, u gëzum, fillum, po tash ishe sensacione, isha happy, që të një gëzu shumë. Atmosfera shumë e mirë, dy parë shikus kishin nëlltu në pej, unë e gjyqtari parë, krejt okej, morëm, po du me bo tips ball, gjamballin e parë, gjamballi e parë, sulmi kënej, unë e kontra. Pe i gëzimit, Dardan Majuni për shumë me dorë. Hajde Gjeki krej, hajde. Kesh, mos kesh ma bëjke për largu. Kesh, okej, apo kuptan, është ajo që më ka ndodhë, time-outin e parë, ka dalë që të sotha se baba ma i rinë sheri, po në regull ta e gjujtë akcioni, shkoj të janë, nej topi kënena. Arro akcionin ashta, po
Shqyqyr që ndeshja kry shumë mirë, atë dhe fitoj edhe humë si me merit, edhe fitu si me merit. Gjeki, kur e kena pru ARS-in në Kosovë, kur kena fillu ARS-in? Jo kur e ke pru ti, se pyetja është tani... Që instant replay sistemi, nëse zgaboj zyrtarisht, është që një 4-5 vite. 4-5 vite, por... Në Kosovë ka hyrë edhe me momentin e, do më thonë që i kena tash partner, media, televizive, aty mujna me shfridzu, tash cili vetë ka që nuk e di, po me regula nëse zgaboj, ka... Por, ti ARS-in e ke pru shumë ma herët, në finalen Besa Vllaznimi. 2013, ashtu diçka ka qenë finale kupës. Se gona pak ma shumë, qysh e ke thirë kamermanin prej nalt? Shumë, qëre, gjithë ma falja dhe edhe në asoj kohë, komesari gara Inderumi Bajrush, po unë du me përfundu ndeshën dhe qysh. Edhe aty është ndeshja vendosët në fund? Gjysëm finale, me qa top. Dhe më thonë, Besa, Vllaznimi, gjysëm finale. Ishin edhe 9 sekonda lojët, time outi, po nëzirët, driblën dhe 2-3 sekondat e fundit, edhe me buzzer, do më thonë prap, gjunë për 3 pik, njëkosisht, tash lojtari sot i Golden Eagle Yllit. Arjan Qallako. Arjan Qallako, nuk e di, edhe i duhet me ditë regullën që dead ball nuk guxon me prek. Nuk preket. I topi, lojtari, edhe ajo, dhe më thotë, të njëjtën kohë, topi dhe bot kryet, edhe pranoje, mos e prano, u ndërprendesha, se u kry loja. Edhe i kom të bum me treshën e gjyqtarëve të asoj kohë, edhe i kom tonë, qa ki po, nuk o basket, u kry. I beki 3 pik me fitu Besa. Nëse ne pranojnë, është ke vazhdime. Qa ki po ti tjetëri, nuk o basket, nuk o. Fatë këtësisht, në dyqy që kisha një dyqim, thash s'moj me besu. Edhe u konë, sot, në kolega i uj, Kreshtek Arifi, Keka. Duka gjenë edhe e këqyra nalt atje, sikur kjo knena, a e ki kamerë, tha po, qa po do me bu, shdry poshtë. Hajde me kamerë. Hajde me kamerë, mere kamerë, shdry poshtë, po vjen me kamerë, edhe kom menu që është e kamerë madhe. Edhe tash ato kamera dorsmave, a i veç e ka qilë trak, ato, qikaq ajo. Qikaq e kroni. Lojtar, qikaq. Topi sushike, qa me bu, treneri i Vllaznimit mi kry, treneri Besës mi kry, pranoj, mos e pranoj, hekëm, qa me bu vendim. Në atë ko, unë e desha që, unë e veç dojsha me dhonë deshës përfundim korrekt. Mirë po e desha që kamerë s'ka pas, s'ki drejt me këshyrë. Edhe pe këshyrë për aty të mora, okej, tha mos merë vendim, ke ka po hypnal se ma prish transmitimi, se ishtë në desha duka gjithë. Tash me prish kamermanin me shku nalt, a? Po, unë nala, shikuze për thëmë, ke ka hypnal, okej, edhe unë e pipin anullova. Anullohet koshe. Anullohet koshe, Besa shkojnë në Final Four e bike në Prizren, edhe për herë të parë, që kom bu diqka, u kon qaja, u kon viti 2012 që i bjanë, tash më thoi që në adin të prune ARS-in. Se prune ARS-in Kosovë, ja, përshë Gjelal. Veç senit mira ke pru. Gjeki, që shikis të raportin me ish basketbolista, ish trajner, besa edhe me lojtarët. A kina i lojtarë që dhe kur i thirë faol ose jeb teknike, e këthen situatën njërë qesharake, e këthen situatën ashtu ma funny. A e po lidha me të parën me... Ish basketbolistat. Mos të marrë emën, po do më thonë për viti 2002 sot, jem ekstra. Bile shumica ty një në trenera, ose asistent, ose ndim trenera në për klubet, ose nuk jo një gjënda shamit basketbolit, edhe raportet janë shumë të mira. Normal. Periuda asoj kohë, vendimet asoj kohë, kanë metë në atë kohë. Edhe koha e të regon gjithë shka që të në mas mirëti. Ata e kam po, edhe unë e kum pas, në shtan atë kohë kom pas munges përvoje, se në mirë po vendimet nuk jënë marrë vesh për me, kom pas e gjyshtar ma dvjetër më ropa, pa dhonë emna. E sot, kom lojtar, ose kena lojtar që jënë relaksus. Për shambull, cilën e kështë vlerësu lojtari ma relaksus, që jep teknikem, edhe thu e pranon edhe e këthen situatën pak ma që sharake ashtu. Për që cilët ekip e kam, pa kur fa problemi. Cilë kjo për shambull? Bash po më interesën me di se kreç ka shoka njëherë në palestra dhe në televizion është që mas si cilës thiri është dikush e proteston. Normal, une muj me veçu kështu lirisht, e kam që muj me thonë teknike, edhe kina kesh është Mikael Tmusic. Pse me Tmusicin? Pa arsua, kur kam do një teknike me to, edhe kur e kom dhonë, ka qeni kacafytje, jo për jo sportive, sepse dikush mund me kesh kuptu intervistën, ka qenë për teknike, edhe kur u dhonë teknike,
domethënë në anglisht pse? Unë kom thënë thash Big Brother is watching. Dhe ka nis ma kacok, se jonë ti dush me gjithë, se unë e posh ato. Tjetra ka qenë domethënë kur ja kom dhënë teknikën buja locit. Buja locit. Buja loci, unë e kom ditë që tha dhondër, po dhondër e tha dhondër i pesta. Dhondër pejon. Qysh me ma dhonë, tha mu, tha teknike, atin jonë edhe laksu pak. Edhe ka dhe lojtarë, domethënë edhe... E cilin lojtare konsideron fair, që edhe kur jep teknike e pranon, ose e bën faullin, e çon dorën, edhe... Kemi bre shumë, po qysh me tonë, tash mos po dalë keq të Jo, njerëz, po na kemi. emri parë që t'kujtohet. Erion Kastrati. Erion Ja. Kastrati. Po, shumë fair. Prap thash. Unë s'kom pas problem me Dardan Berishen, s'kom pas problem me Drilon Ajrizin, s'kom pas problem nashta dhe me ish basketbolist, Edmond Tazemi, Granit Rugova. Arsyeja qëre, këta e në kolin nashta lojtarë e më thaj në basketbolin, edhe momenti kur ta kam pranu, është një farqitësi në palestër. Dardani me ta shu dorën, Musishi, Drilon Ajrizi, Kastrati, e kupton edhe e qetëson. Edhe sot asoj dite këta që lunjën aktiv jenë të njëjtën, nuk e kam atë problem, po fakt që zguzim, me pas të e farë simpatie. Jo, nuk po të pës për simpati, unë po të pës për cilin lojtarë është më fair. Gjeki, edhe sa viti kena me të po në referim? Sot e kishëm biset këtu gjatë bit testit. Mu kitë solë. Une nuk po du me thonë që është 100%, po momentin qëtë moment, që une nuk muj me kalu bit testin, që nuk e shumë, po si djetë. Nuk mujna me thonë never. Qëtë moment që nuk muj me kalu bip testin, nuk jam, po realisht du me shty deri në fund. I bjen që du me thonë mosha 50 vjeqare. 50 vjeqare është maksimumi? Limite, më varët e Federata Nacionale, mund me të lonë plus 50. Me FIBA është 50. Me FIBA është 50. Krahas punës si gjystar, ti punësum edhe në Federatë Basketbollit, në zyrë ekzekutivi si komesari i garave për terren. Tregona pak për këtë pjesë, sa është sfiduse, cila është pjesa ma sfiduse, cila është ajo pjesa që edhe të pëlqen me bo në punën si komesar. Pjesë sfiduse është, të janë njës dhe me thonë prej natyrës punës ku e bëj, në ne jam gjyqtar. Punoj në Federatë Basketbollit, një privilegj shumë i madh me punu në një shtëpi, domethënë Federatë Basketbollit ku sot gjithçka domethënë është okay me palestra ajo. Arsyeja që thom është sfiduese se e kam ropa një peshë që kudo që shkoj, jo që komesar, i punoj si Federatës Basketbollit. Për institucionin. Absolut. Edhe sjelljet e mia, reagimet e mia, jashta palestrës, në qak edhe në restoran dikon, mujnë me më konfizu, pavarësisht që je gjyqtar, më thash, sfiduese po, i kena do me thonë 14 liga, i kena 52 ndeshje në javë ku dihet marrja termineve, nominimi gjyqtarëve, koordinimi mes gjyqtarëve të Superligës apo gjyqtarëve që gjykojnë në ndeshat femnave që do me thonë i bën dikush tjetër edhe unë duna mu koordinu edhe me komisionin. Bravo. Ku në kohë duhet të mi në kohë rekord mi njoftu ekipet për çdo sen që sepse me gjenerata 3 është problem, nuk ka problem, është e paparashikueshme. Tirin, mu ka shpërthivuma, nuk më ndodhë tu, nuk ma ka thonë komuna kombin, e kuptan. Edhe është bajgi... I ka sfidat e veta, si cila ndeshje, edhe po flasim për 53 ndeshje në javë. Në vikend. Vesh në vikend, shtu në dile zhvillohen 53 ndeshje të gjeneratave të reja. 14 liga, 53 ndeshje, pa i shti alle ju, po se na streetball diçka projekte të tjera. Absolut. Kjo është sfiduese, po shumë e bëj domethënë me pasion. Përmendë gjyqtar të ri, sa po punohet me gjyqtar të ri, a kemi brum, themi kështu, për të ardhmen? Shiko, nuk bën merë se ty kur gjofin. Numëri i vogël i gjyqtarëve, që i kena nashta sot që sështë, po i atyre cilë kanë qenë, arsyeja është nështë se cili do në me njëk një jetë matë mirë dhe largimi vizave e ka bo ato që gjyqtarët e mirë, cilë të kemi pasë, cilë të edhe i dim ku jënë se të gjykojnë, do më të në për Superligat Austrisë, Amerikë, Superligat Zvistrës e sene kanë ikë. Okej, Federata Basketbollit e ka një program të mirë që jena të bo, jena të munu për me prodhu gjyqtarë të rinë, po për me prodhu një gjyqtarë, nuk është shumë kollaj. Por me prunë në nivelin që është du, sepse është sfiduse. Gjyqtarët e rinë është edhe skena cilat i shojnë shumica dhe mund me ikë. E kupton, ajo që ka shojnë është pak familje, ose dikush, ashtë ma shumë përgjinim femnore, cilët neve na vynë, fatmirësisht i kemë 4 ose 4 gjyqtarë i kemë, edhe njona për ty në është FIBA, dhe faleminderoj shumë që ajo kam rri, e ka kryu edhe sot bip testin, edhe pritet që ka me mon nominim,
Po për gjyqtarët e ri sot janë tu debutu në Superligën e Kosovës. Këtë vete shohim një numër të konsiderueshëm të gjyqtarëve të rinj në ndeshje. Shiko, edhe unë kam qenë gjyqtar i ri, edhe mund ka boj dikush, edhe për mu dikush ka përbi të keqtit e lues. Tash është koha jonë për me përbi, për me mbaj, sepse edhe na kena me lon, duhet me alon dikujna. Duhet me alon dikujna, edhe ata gjyqtarë të ri, i falenderoj edhe trenerat e Superligës të Kosovës, dikujna që definitivisht janë të kuptueshëm, edhe me gjyqtarët e ri, po edhe janë të suportues. Ajo është shumë e mirë. Ajo shumë e rëndësishme. Po. Gjeki, për fund, pse një e re ose një i ri duhet me u bë gjyqtar? Ai që don, pse? Unë e kom marrë pianisi për vetes. Ai që don me marrë përgjegjësi. Domethënë, nëse ti ki qef me marrë diçka përgjegjësi, urno, kjo është. Pse? Tash ti e the. Duhesh me pas menaxhim 4000 vet. Duhesh me pas menaxhim bankat e lojtarëve. Që është me rëndësi, duhesh me pas në kontroll. Pse? T'lidh me komunitet me njerëz të ndryshëm. Krijon, lidhje të ndryshme, njerëz të ndryshëm. Aq më shumë që normal, nuk jetë me qash, ti e bën një karrierë të mirë dhe mund ndërkombëtarizu. Kjo është arsyeja pse që kom nisë edhe unë, nuk e kom po veten që aty ku ja kom nisë 2003-2004 me U12-qa, faleminderit Zotit edhe punës teme, për krajës institucionale të familjes e tjerëve, pa jo pse ja kam rrit që unë po dua dhe pse po du mu bu FIBA. Gjeki, faleminderit shumë. Mas pare që je kaq i sinqert çdo ditë edhe për energjinë e mirë që e ki çdo ditë, ne që jemi nxyra ato e dim se për çfarë po flasim. Gjeki, faleminderit shumë. Faleminderit ty, ishte kënaqësi. Dhe kaq për sot nga ne. Jo mos harroni epizodat e fundit të podcast në rrjet, mund t'i ndihni në kanalin tonë zyrtar në YouTube dhe në Spotify. Mos harroni t'i ndihni edhe epizodat e re, se çdo herë është një rrëfim dhe rrugtim interesant i mysafirëve tonë. Deri në episodin tjetër, rini në rrjet.